them është për tani, kjo është fantastike. Kjo ma çove, po. Kjo është e bukur fare. Çfarë ndodhi? Sa ishin futur reklamat, emisioni fillon në 9 darkës, edhe reklama. Thot gati, thot regjizori. Ore qa gati, thot që unë duaj në kafe, thot. Qa kafe ore i thash, unë një të rezi, filloj emisioni, jemi në reklama, mo. Jo, tha, unë pa kafe, tha, s'ka emision, tha. Qa thua, mo, ne, atje, po fillon dhe countdowni. Jo, tha, unë du kafe, tha. E dëgjojnë atë stafit dhe e kuptojnë situatën, se reklamat, po themi ishin 5 minuta, 7 minuta. Po. Dhe bën kafe shpejt ata, e morën aty në lokal dhe asol. Ai, Lisja, si që kishte, full screen të lutem, që ta shpjegoj, bile dhe një celular në dorë, e mori atë filxhan, tak direkt e rrufiti kështu komplet me ex, domethënë të gjithën. Tani po tha, tani fillojmë tha. Sa ishte ora? 9. E darkës. S'kam pirë kafe tha. Nuk e di sa kafe pinte. Kam përshtypjen që në kohën kur ishte në kadastër që lodhej shumë dhe kishte rasti që kthehej edhe në orën 9 në shtëpi nga zyra, mund të pinte ku diun 3-4 në ditë. Pinte shumë kafe, ha? Por e pinte kafen sepse kjo ishte gjëja që të jepte energji, kjo e mbante të karikuar. Sigurisht të duhet energji që të mbash një... Kjo është foto, domethënë kjo është foto kështu që tregon shumë identitetin e tij, Si duket, aty duhet të qenë shumë i lodhur. Duket. Siç ishte edhe më përpara tek fotoja më parshme që nuk kishte pas kohë të lexonte skaletën dhe e ka pas nevojshme. I duhej që Pa ty para të saj. karikohej. Unë që domethënë i kisha të rraurat e zemrës thash se ai thoshte ora 9 kisha emisionin, u dil fol vet pasaj. Dhe pasaj mbas emisionit, pasaj kemi qeshur më, po kjo ishte kjo dhe falenderoj dhe atë kameramanin Vali duhet jetë. Valit falenderoj shumë se ke fiksuar një moment jetër që ne aty asnjëri se kuptonte, por që sa veçantë bëhet sot kjo foto. Është babi, domethënë që ta kuptoni pak që pse ndodhi gjithë kjo gjëja, që vuante nga hipertensioni dhe unë jam e sigurt që hipertensioni nuk ja shkaktonte kafja, është thjesht që e kishte në gjak që ishte tërkohës i karikuar dhe tërkohës në aksion. Vuante nga hipertensioni? Po. Kjo është ajo që i shkaktoi çarjen e parë në 2016. Që domethënë presioni i shtuar në aorta i kishte shkaktuar çarjen dhe gjakderdhjen pastaj që ishte fatale. Dhe ajo pastaj ajo letra e tij është jashtëzakonshme. Po. Unë shkova andej tha dhe u ktheva përsëri. Po. Domethënë kjo ja vuri shumë në perspektivë, domethënë sa delikat ishte. Delikat janë gjithë njerëzit, po derisa ta kenë eksperiencën që kanë vajtur në atë botë të kthyer prapë, nuk e di njëri. Ai e kishte bërë dhe e dinte dhe edhe pse doktorët i thoshin që nuk duhet të vazhdosh me këtë intensitet, ai thoshte unë këtë jetë kam dhe e vazhdonte po me aq intensitet, si punën, si pasionet, si... Ajo e ka dëmtuar jeni duke thënë? Intensiteti? Po. Nga ana shëndetësore, po. Shëndetësore. Po. E dëmtoi. Nga ana mendore ishte shumë i lumtur. Në mund të ishte edhe 2 herë më intensive, po ta kishte të mundur. Më nuk ishte ku të shkonte më i karikuar dhe më kështu. Domethënë ishte arkitekti i cili merr me muzeun, që thoshte ka raste domethënë që argumentojmë bashkë dhe i ngrihet tensioni vetëm që çfarë ngjyre do zgjedhim për këto muret. Dhe ai thoshte që qetësohemi se ngjyra është, po nuk e gjetëm sot, do e gjejmë nesër. Dhe jo, domethënë çdo gjë e bënte me një intensitet. Foto tjetër? Të lutem full screen? Po mund e këtu që ta komentoj? Më dërgoni një kartolin për vitin e ri, 2024. Po. Gëzuar tani. Një kujtim shumë i bukur. Këto kartolinat i bënte për vit. I dizenjonte vetë? Po, ishte i vetë mësuar në Photoshop dhe futej dhe bënte vetë, domethënë, dhe zgjidhte zakonisht një
simbol të shtetit shqiptar për vit dhe gjitha me motive të shtetit. Nuk ishte asnjëherë që të mos kishte motiv të shtetit shqiptar. Nuk ishte kështu domethënë nga pamje për shembull nga po themi nga Imalga, po këto po themi logot e shtetit. Ishte logot e shtetit ose domethënë gjithmonë një pjesë e koleksionit të tij ose një copë relike, domethënë nuk mund të ishte kur një foto çfarë do, dhe gjithmonë në një background të kuq kështu me gëzuar, domethënë fare telegrafike gëzuar vitin e ri dhe i çohej çdo personi, domethënë ashtu. Unë doja ta mbaja si traditë këtë vit, po nuk e di, nuk ndihesha sikur këtë vit ishte për ta bërë këtë traditë. Ndoshta vitin tjetër do nis do unë për të marrë një simbol të shtetit shqiptar dhe të vënit në një background të kuq dhe ti uroj të gjithëve vitin e ri. Nëse do më dërgosh mua një kartolinë, do më duket sikur të më dërgoj tani. Atëherë pas kam nevojshme që ta bëk. Foto tjetër? Tani edhe foton tjetër, se kjo është një, unë kam një kujtim shumë të bukur me Tanin, në librin tim 100 vrasje më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, full screen, po të lutem këtu regjia, parathënë më ka bërë Artan Lame. E dashur bia e Artan Lames, pse ja dhash unë babit tënd? Sepse e dija që nuk do ta bënte sherbet për baklava. Nuk do ta sheqeroste. I thoshe, sa i madh e sa i bukur ky libër etj. Por e dija që do bënte një, do të thënë, jo negative, se sigurisht nuk do bënte negative. Po do thoshe pse kjo, po kjo kështu, po kjo kështu, po kjo kështu, dhe ma dërgoi. Megjitherë, thashëm ky 100 punë, drejtora Luizni, ky mos ka ndonjëri në një hall. I tha, alo, nuk ka mall, i thash. Ha mo tha, pse më more? Nuk ka mall, i thash. Çfarë thua për mua, më mbytur njerëzit, tha vetëm ti thua s'ka mall. E di çfarë dua, i thash. Një parathënie, qofse do, i thash. Të librit. Po. Po pse tha ku kam kohën tha për këtë? Po ti s'ke kohë, i thash, po pikërisht ti do ta bësh. Dhe e bëri për 24 orë, ma dërgoi. Dhe më ka bërë me plot vrejtje. Po thot, mirë, po në këtë punë vetë Rolandi që na i mbyll gojën duke thënë, sepse kështu mendoj unë. Sa kam qesh. Më mori telefon. Ore, tha se mos mërzitesh ti, tha. Po unë prandaj ta dhash ty, i thash. Ti shosh ty, i thash, jepja në shoku klase dhe e bënte. Dhe në mënyrë profesionale, Lisja, thoshte, për këtë vrasje, Rolandi ka shkruar kështu, unë mendoj kështu, kjo është kështu, kjo është kështu, kjo duhet shtuar kjo, dhe ajo mua më kënaqi më shumë, sepse një parathënie më mësuari që sheqerosi aty dhe kaq. Dhe tillë ishte tani. Po unë kam një kujtim me të vërtetë shumë të bukur. Kjo është pjesë e gjërave të shkruara që ai ka lënë. Mbas, e shikoj që thot kjo është ajo që nuk e lexova pjesën përpara, po thot kjo është ajo që ndodh në çdo ambient ku nuk përplasen idet, por njerëzit. Mendoj që juve keni pas një gjë shumë mirë sepse keni përplasur ide në këtë rast. Tjetër. Ç'vlerë kishte ajo, çfarë thoshe unë? Absolutisht, po që jo, e kam në faktin që sigurisht që juve nuk do ofendoheshit, po dikush tjetër mund të ta kishte marrë pak si më personale gjën dhe mos ta kishte marrë si kritik ose si është sa bukur edhe ti kape elementin fjalë më të rëndësishme që ka shkruar Tani. Do të thënë, nuk përplasin ide, por përplasin njerëzit. Po, do të thënë ka njerëz të cilët përplasen sepse nuk e kanë aftësinë që të përplasin ide. Në këtë rast, nuk keni përplasur bashkë si njerëz, por keni përplasur ide dhe keni arritur që do të thënë të dy të keni një lloj satisfaksioni nga parathënia që është shkruar. Jo, për mua është një kujtim shumë i bukur dhe me shumë vlerë. Është pjesë e gjërave të shkruara që ai ka lënë mbas. Foto tjetër? Tani këtë e ke parë këtë momentin kur zgjihet me Fevziu? Po, ma kanë thënë të gjithë. Shiko tani, ai thot aty, thot kur mori shkopin Fevziu, thot, unë mendova se do më gjonte me shkop, kështu ka thënë. Dhe tani pusho. Dhe ai se çfarë kohë vazhdonte. Ti kur e pe vetë, çfarë mendova? Unë mendova që ky është një reagim që mund ta krijonte Tani. Jo në mënyrë të keqe, po në mënyrë që se dhe unë e bëj këtë gjë që domethënë ka raste që kthehem dhe nuk pushoj, po nuk e thash deri në fundat të time, po pas ka ngjar babi. Po nuk e thash deri në fundat të gjën time, mua
nuk më shkon, nuk më zë gjumi natën. Dhe jam e sigurt që edhe tani në atë moment duhet ta thoshte atë gjë, nuk mund të vazhdonte emisioni. Dhe u bë një moment historik. Jo, ajo është video ikonike, ajo është video më virale në YouTube, nga më viralet në YouTube. Ajo është video që dolin pa edhe karakteri dhe natyre Tanit, siç e the ti, edhe Fevziut bashkë me Tanit, se edhe Fevziu aty pusho. Unë mendoj që këtu janë përplasur njerëzit më tepër se idet. Nuk isha i rasti që the më parë. Jo, por që mendoj që njerëzit janë më të sinqertë në momente intensive dhe dhe ky ka qenë një moment ku kanë qenë të dy shumë të sinqert me njëri tjetrin. Ti e pe vetë ishe live apo e pe në për rrjetet sociale? Jo, e pash në për rrjetet sociale, kur ka ndodhur kjo, unë kam qenë goxha e vogël dhe nuk është që e ndihja. Po, ka shumë, po, që i the, o babi, që bërë kështu si uzuar në Fevziu? Jo, më vinte për qeshur. A, qeshje? Po, jo, nuk e kisha fare problem. Më tepër, më vinte për qeshur sepse thoja që babi është gjithmonë një njeri shumë i serios dhe i kompozuar dhe këtu kishte marrë flak situata. E ke parë ato që kanë bërë kështu si këngë? Po, edhe atë e kam parë. Ma thoshin njerëzit për shembull